Apeli i posaçëm prish vendimin e shkallës së parë për dënimin e Erion Kasmit me 11 vite burg në aplikim të gjykimit të shkurtuar në 7.4 vite, si dhe të Xholian Xhafës për dënimin e tij me 10 vite, 6.8 me gjykim të shkurtuar. Gjykata e posaçme e apelit urdhëron dërgimin e akteve për rigjykim në shkallën e parë me një trup tjetër gjykuese. Kasmi dhe Xhafa u gjetën fajtor në procesin e parë për krijimin e një skeme mashtrim me call centera me miliona euro në dëm të qytetarëve të Bashkimit Evropian. Sipas dosjes së SPA, kompania Blue Energy Call, krijuar nga të akuzuar dhe me selit e rruga e Kabajës në Tiranë, ishte përfshirë në mashtrimin e shtetasve gjerman, duke u marrë mbi 7 milionë euro. Për Erion Kasmin, të akuzuar si organizator të kësaj skeme, prokuroria e posaçme kërkoi më 15 prill dënimin me 9 vjet heqje lirie, ndërsa për bashkëpunëtorin e tij Xholian Xhafa kërkoi dënimin me 8 vjet e 6 muaj burg. Në këtë proces u shpallën të pafajshëm për akuzën grupi strukturuar kriminal 11 operatorë të call centerit. Hetimet në këtij grupi nisën në vitin 2021. Pas informacioneve të marra dhe nga autoritetet e vendeve të tjera ku shtetas gjerman, francez, italian, spanjoll dhe grek mashtroheshin në bursa fiktive.